pozita shpirtërore e Fatime Zehras, paqja qoftë me të. Mirësitë shpirtërore të Fatime Zehras, paqja qoftë me të, nuk u kufizuan vetëm te një grup i vogël njerëzish, i llogaritur si një numër i caktuar përballë gjithë njerëzimit. Kjo mirësi e shumtë që Allahu i madhëruar ja dha profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në surën e bekuara Keuther, ne të dham ty Keutherin, dhe Fatime Zehraja, paqja qoftë mbi të, është një burim i të gjitha mirësive që do të derdheshin ditë pas dite nga burimi i fesë profetike drejt gjithë njerëzimit dhe gjithë krijesave. Shumë u përpoqen ta fshehnin dhe ta mohonin, por nuk ja dolën, sepse Allahu do ta përmbush dritën e tij, dhe nëse jo besimtarët e urrejnë. Duhet të afrohemi te kjo qendër drite, dhe aftësia e vërtet ka një rezultat të domosdoshëm, ndriçimin. Duhet të bëhemi të ndriçuar, jo me dashuri të zbrast, por me veprim. Veprim që na e kërkon kjo dashuri, kjo mbështetje dhe ky besim. Me këtë veprim, duhet të bëhemi pjesë e kësaj familje të bekuar dhe të lidhur me të. Nuk është as pak e lehtë që njeriu të bëhet kambari në shtëpinë e Aliut, paqja qoftë mbi të. Nuk është e lehtë që njeriu të arrijë shkallën e Selman Farsiut, për të cilën profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Selmani prej nesh, ehli bejtit. Shikoni këtë zonjë madhështore. Në çmosh mori ajo të gjitha këto virtyte. Në çmosh u shfaqen te ajo këto shkëlqime në një jetë kaq të shkurtër, 18, 20 ose 25 vjet, sipas transmetimeve. Ajo arriti gjithçka. Këto virtyte nuk vinë rastësisht. Allahu e sprovoi Fatime Zehran, Fatimen e pastër, atë që ishte e zgjedhura e tij. Sistemi hynor është një sistem me llogari të saktë. Çfarë ai jep është i llogaritur me hollësi. Ai e përgatit të nivel të jashtëzakonshëm, sakrificë, dije edhe përkushtim, që është cilësi e të zgjedhurve të tij për hir të objektivave hynore. Prandaj e bëri atë qendër të rrjedhës së tij shpirtërore. Na transmetohet se shkëlqimi i dritës së Fatimes, paqja qoftë mbi të, ishte aq i madh saqë e verbonte engjëjt më të afërt të qiellit të lartë. Drita e saj shëndrinte për engjëjt e qiellit. Po ne, çfarë përfitojmë nga kjo dritë edhe shkëlqim? Duhet të udhëhiqemi nga ky yll i ndritshëm drejt Allahut dhe drejt rrugës së adhurimit, rruga e drejtë të cilën Fatime Zehraja e ndoqi deri në shkallën më të lartë shpirtërore. Allahu e krijoi prej një dheu të lartë, sepse e dinte se Fatimja do të dilte me kokën lart nga sprova e botës materiale. Për sa i përket pozitës shpirtërore të kësaj zonje madhështore, krahasuar me pozitën e saj xhihadiste, revolucionare dhe shoqërore, ajo është shumë më e lartë. Fatime Zehraja, paqja qoftë mbi të, në dukje ishte një njeri, një grua e re, por në realitet ajo ishte një e vërtet, e madhe, një dritë hynore, një e zgjedhur, një qenie unike. Ajo, kur qëndronte në mihrabin e adhurimit, mira engjëj të afërt i drejtoheshin, e përshëndesnin dhe uronin, duke i thënë, ashtu siç i than dikur Merjemës së pastër, paqja qoftë mbi të: O Fatime, Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka zgjedhur mbi gratë e botëve. Kjo është pozita shpirtërore e Fatimes Zehras, paqja qoftë mbi të. Për të, profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, i tha prisit të besimtarve, paqja qoftë mbi të. Për të, profeti Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha prisit të besimtarve, paqja qoftë mbi të. O Ali, ti je imami i ummetit tim.
dhe pas meje zëvendësim, ti je ai që udhëheq besimtarët drejt xhenetit. Unë po e shoh vajzën time, Fatimen, ditën e Kiametit, duke ardhur mbi një deve drite me 7.000 engjëj në të djathën e saj dhe 7.000 në të majtën e saj. Para saj janë 7.000, pas saj janë 7.000, duke udhëhequr gratë besimtare të umetit tim drejt xhenetit. Pra, në ditën e Kiametit, Aliu do të udhëheq burrat besimtar, kurse Fatimeja, Zehraja, do të udhëheq gratë besimtare drejt parajsës hynore. Ajo është me Aliun në pozitë dhe madhështi.